Autorët e ekzekutimit të biznesmenit Edmond Hyka, i njohur edhe si Mondi Mohala, në lagjen e Min Madraxhiu në Elbasan, mbeten mister. Hetimet po vijojnë, ndërkohë që deri më tani janë shoqëruar 10 persona, kryesisht dëshmitar dhe familjar të viktimës 43 vjeç. Sipas hetuesve, rezulton se kanë qenë të paktën 2 autorë, të cilët pas krimit janë larguar me mjetin e tyre Audi drejt Librazhdit. Makina në fjalë u gjet e djegur para ditën e së hënës në fshatin Mirak, ndërsa burimet kanë zbuluar se automjeti autorëve ka qenë në pronësi të njërës prej kompanive të biznesmenit. Brenda saj hetuesit gjetën një pistolet Beretta, e njëjta që dyshohet se u përdor në krim. Mondi Mohala u ekzekutua me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në gjoks, mbrëmjen e 30 nëntorit. Sipas dinamikës së zbardhur nga hetuesit e Elbasanit, njëri prej autorëve ka dalë nga makina, është afruar dhe ka qelluar objektivin. Viktima ishte pronari i karburantit Xhaxhi Oil dhe një rrjeti taksish në qytetin Elbasanit. Ajo që dihet deri më tani është se biznesmeni ka qenë i proceduar për armbajtje pa leje dhe shpërndarje të lëndeve narkotike, dhe një nga pistat e hetimeve është ajo e konflikteve të mundshme që 43 vjeçari Mohala ka pasur kohë të fundit.